e bën shkrimin në Facebook duke shpërndarë gjuhë të urrejtjes, mirë po të njëjtën e thot gjatë fushatës në një tubel në një qytet të caktuar. Depërtimi tek i dezinformatave tek komuniteti serb është më i qëllimshëm. Gërshëtimi i një të vërtete me 10 gënjeshtra. Gjuha e cila përdoret në rrjetet sociale është pamëshirshëm ndaj subjekteve të ndryshme dhe ndaj individëve të ndryshëm në këtë drejtim. E kemi vërtetur që në raste të caktuara një kandidat apo kandidate nuk e bën shkrimin në Facebook duke shpërndarë gjuhë të urrejtjes, mirë po të njëjtën e thot gjatë fushatës në një tubel në një qytet të caktuar, të cilën pastaj e shpërndon edhe në rrjetet sociale. Qoftë e shkruar apo e thënë me z, gjuha e urrejtjes është e shpërndarë dhe kjo i nxit qytetarët që të bëjnë komente negative. Unë besoj që dezinformatat kryesisht në rastin zgjedhor i orientohen votuesve edhe grupacioneve politike në mënyrë që ta thellojnë këtë përçarje dhe normalisht që në predispozita shoqërore që i ka Kosova për shkak të numrit edhe partive po edhe të komunitetit serb këtu, depërtimi tek i dezinformatave tek komuniteti serb është më i qëllimshëm dhe më i mundshëm. A i dekurajon kjo gratë me qenë pjesë të politikës? Fatkeqësisht po. Me që jo të gjithë gratë e kanë nivelin e vetbesimit dhe arritshmërinë që të jenë në nivel nacional deputete, nëse po flasim për nivelin lokal. Kësaj radhe kemi pasur nga subjektet politike vetëm deri në 35% gratë të cilat janë kandiduar në nivel lokal, e kemi numrin shumë të vogël të grave që kanë marrë pjesë në debate. Nuk kemi pas kanë vetëm 20 gra kandidate për kryetare komune, ku vetëm njëra nga komuniteti serb u zgjedhur kryetare, ndërsa në balotazh nuk kemi pas asnjë grua kandidate në këtë drejtim. Mënyra më e suksesshme që është dëshmuar tashmë për të rënuar ADN-n e një shoqërie është rritja e polarizimit, rritja e ekstremeve, mbjellja dhe kultivimi i farës së dyshimit për çdo edhe për gjithçka dhe çfarë kemi vënë re posaçërisht në këto muajt e fundit, posaçërisht me inteligjencën artificiale, gërshëtimi i një të vërtete me 10 gënjeshtra. Duke u munduar pastaj që të paraqitet një tablo e vërtet sipas atyre që sponsorizojnë dezinformatat. Është evidente që në kohën e fushatës zgjedhore ka rritje enorme edhe të profileve fake apo falso që u themi në rrjetet sociale, edhe videove të prodhuara, edhe montazhave të krijuara.